Gjithashtu edhe veza, që është një për proteina më të shpejta, më të lehta që muj me marë, nëse nuk ruhet mirë. Për shembull, unë i shoh çdo ditë markete, i shoh edhe jashtë marketeve që janë vezë, i shoh në rafte, normal tash marketet shumica po janë edhe me klimë, ndoshta nuk është temperatura që nuk muj me, po thjesht nëse rren afatgjat në një temperaturë që është më e lartë se 20-25 gradë, normal që e vezë mundet më prish. Edhe për shembull vezë të fshatit, ato duhet më shpejt me i konsumu, se normal që prishen më shpejt. Edhe duhet me pas shumë kujdes, sidomos për vezës ku e blen edhe sa është e fresket. 30 vezë i blen fshatit, ta zëm prej dikuj që shet, edhe i mba në frigorifer. Ti ato 30 vezë nuk mundesh me i konsumu shumë shpejt, të paktën kanë me të nejtë në frigorifer deri në 20 ditë. Nëse i merë të fresta, edhe i ma në frigorifer, një frigorifer që nuk hapet edhe ka shumë shpesh, normal që qëndrojnë pak ma gjatë. Po nëse veç për shembull kanë qëndru edhe atje me një temperaturë dhomës edhe ti i ma në temperaturë dhomës, normal që këto është rrezikshmëria më e lartë që vezët me